Raporti i Rovena Stefës dhe Attila Kartesh është diskutuar pafund në rrjetet sociale. Nelin, dyshja që nga Big Brother VIP Kosova krijuan një marrëdhënie e cila mesa duke po fillon edhe jashtë shtëpisë. Pjesëmarrësit e programeve të realityt shpesh kalojnë në qendër të vëmendjes për jetën e tyre personale, dhe Rovena me Attilën nuk janë përjashtim nga kjo normë, duke krijuar një rrëfim të bukur që intrigoi fansat e tyre. Nelin, marrëdhënia e tyre ka tërhequr një audiencë të madhe, shpesh duke u ndjekur në Instagram për të parë imazhet dhe momentet e përbashkëta. Një nga aspektet më tërheqës të marrëdhënies së tyre është ajo mënyra se si ata pëlqejnë të ndajnë ngecjet e tyre bashkë me ndjekësit. Ato kanë publikuar imazhe duke shijuar momente të ndryshme, duke rritur kështu kurreshtjen për atë çfarë do të pasojë më pas, përmes disa imazheve që kanë publikuar në Instagram. Dyshja kanë paralajmëruar se do të njoftojnë ndjekësit me projekte të reja shumë shpejt. Nelin, kjo mënyrë komunikimi i bën fansat të ndihen të përfshirë në jetën e tyre dhe krijon një ndjesë intimiteti që është shumë e rëndësishme në epokën e mediave sociale. Ashtu si në çdo marrëdhënie tjetër, shumë është duke u pritur nga kjo duo, dhe tani është interesante të shohim se çfarë do të sjellin ata për